vetëm për njoftimin e juj, që pas konsultimit edhe të bazës ligjore, për sa i përket propozimit anëtarit Këshillit Visar Krasniqi, i cili potencoj se bën propozim për shkarkimin e kryesuesit përkatësisht nga pozita anëtarit të Këshillit Prokurorial. Unë kërkova një pauzë dhe e ftova anëtarin e Këshillit, zotin Visar Krasniqi, që të bashkangjitet takimit Këshillit Prokurorial, në mënyrë që të jap arsyet e tij sa i përket këtij propozimi, arsyetimet e tij, po ashtu unë po besoj që Visari ka biseduar edhe me pjesën tjetër të anëtarëve të Këshillit Prokurorial dhe kemi kërkuar që të kthehen edhe ata për sa i përket këtij propozimi dhe të jenë prezent në sallën e takimeve, por që siç po e shihni nuk jam prezent dhe duke qenë se është një propozim për kryesuesin e Këshillit Prokurorial, atëherë unë tani fjalën do t'ja kaloj të anëtarit Këshillit zotit Visar Krasniqi. Tani zotit Visar. Faleminderit kryesuese, me qenë se u krijuan mundësitë edhe procedurale me diskutuar për këtë çështje. E para, propozimin e tërheqën nga konteksti, por unë e bëna propozimin më herët. Pse po e them këtë? Po e them sepse e tërheqa një paralele të njëjtë siç u shkarku kryesuesi, ushtuesi dhe pyes kërkuesi zotit Besim Kelmani. Unë nuk jam çasnajo me dhon propozime banale në këshill dhe arbitrore. As me ligj, po as me rregullore, as Besim Kelmani nuk do duhej më shkarku, po as kryesuesi i Këshillit nuk mund të më shkarku. Për më tepër se kaq, nuk ka asnjë efekt propozimi për shkarkim. Pse? Ne kemi në fuqi një rregullore 07/2016, ku thot themelimi i Komisionit Disiplinor për me mujt me shkarku një anëtar të Këshillit, pavarësisht kush është ai, a është prokuror ajo prokuror, janë dy procedura të ndome. Për anëtarin prokuror ka komision të veçantë ad hoc, sipas nenit 6 të rregullores, ku brenda 15 ditësh nga dita e parashtrimit të parashtresës iniciohet për kryen e shkeljes së pahishme themelon Komisionin Disiplinor. Mandej, neni shtati po kësaj rregullore tregon kush e themelon, si themelohet ky komision. Dy anëtar të Këshillit, një prokuror nga zyrta e prokurorit të shtetit. Procedura disiplinore, paragrafi 8, neni 8 paragrafi 2. Procedura disiplinore kryhet jo më vonë se një muaj nga dita e themelimit të Komisionit Disiplinor. Pra, as proceduralisht, as logjikisht, as një form, as Besim Kelmani nuk ka mujt më shkarku e nuk mund shkarkohet as ushtuesi apo ne kryesuesi i Këshillit Prokuror. Prandaj, me kaq efikasitet e keni marrë propozimin. Unë ju falenderoj që më dha mundësinë me shpjegu pse ka qenë arbitrore shkarkimi i zotit Kelmani, pikërisht për shkak se çitonine që i përmend ashtu procedura që i përmend nuk janë ndjek asesi. Prandaj propozimi im nuk është automatikisht sot shkarkohet, po në kontekst realist e kom nxjerr nëse ju mundi kaq në arbitrore pas një procedurë me shkarku secilin e këtu edhe thash nëse pe parafrazoj jemi bërë propozime hajgore. Pra, unë nuk jam pranë propozimit për shkarkim, sepse nuk e ka asnjë efekt. Nuk e ka asnjë efekt. Kryesuesi ju dhe disa të tjerë keni mandat deri në fund të vitit. Për më tepër se kaq, as nuk mund zhvillohet teknikisht, nuk mund zhvillohet procedurë për shkarkim të kryesuesit. Tutje, kryesuesi kur e lirojmë takimin, nuk është mirë kur na nuk jemi këtu me citu dispozita të cilat nuk janë saktë. Dispozita që ju e përmendet kur na e lirojmë sallën për pikën e caktuar, ne jemi në këshill, do të kthehemi në këshill për çështjet të cilat kemi kompromis. Por edhe në këtë përbërje kështu, unë kur të largohem ju nuk keni quorum, prandaj propozimi jam është që të vazhdojnë me radhën e ditës me çështje disiplinore dhe jo me çështja ad hoc, të cilat e pengojnë punën e Këshillit dhe bën tabelqitje në media
sepse këshilli janë kriju dy tabore, dikush është për me mbrojt ligjshmërinë, dikush nuk është me mbrojt ligjshmërinë. Prandaj ju lutem mos jepni kontest negativ diskutimeve. Unë nuk isha propozim që automatikisht shkarkohet kryesuesi, sepse këto ndoshta edhe dëshirani, sepse edhe ashtu janë maksimalisht janë një muaj mbytyje për mandati, mirë po propozimi ishte në kuptim të krahasimit se sa mënyrë arbitrore është shkarkuar ushtruesi i detyrës, zoti Kelmendi, pa asnjë procedurë, pa asnjë rregull, mungesë korone. Prandaj kryesuesin po larguam, nëse krijohen kushte për çështje disiplinore, të cilat i kemi në rendite, ju lutem në mënyrë të rregullt, na dërgoni fleksat, ndryshon e rendin e ditës dhe kthehemi në normalitet. Procedura për shkarkimin e ushtruesit detyrës së kryeprokurorit të shtetit është një procedurë komplet e ndryshme nga procedura për shkarkimin e antarit Këshillit Prokurorial. Kjo për faktin sepse ushtruesi i detyrës kryeprokurorit të shtetit apo gjithsesi kryeprokurori i shtetit si antar i Këshillit e fiton këtë të drejtë vetëm me rastin e zgjedhjes së tij në pozitën e kryeprokurorit të shtetit. Madje për informimin e juaj, por edhe për sqarim, në ligjin e kaluar fare nuk ka ekzistuar as pozita e ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit, por këtë pozicion Këshilli Prokurorial sigurisht se e ka vendosur që ta bëj për arsye të vakancës ose të vendit lirë, kur ka përfunduar mandatin ish kryeprokurori i shtetit zoti Aleksandër Lumezi, dhe duke qenë se edhe një herë po e ritheksoj, ne patëm mbetur në atë kohë pa kryeprokurorin e shtetit për shkak vendimit politik të presidentës, ne kemi qenë të detyruar që të marrim një vendim për ta emëruar një ushtrues detyre të kryeprokurorit të shtetit. Kjo ka ardhur si rezultat i gjithë këtyre zhvillimeve dhe për këtë arsye roli që kryeprokurori i shtetit ka në Këshillin Prokurorial, atë që e tha edhe ushtruesi tanishëm i kryeprokurorit të shtetit zoti Agron Çalaj, po e ritheksoj sepse është edhe me ligj, ka rol vetëm sipas detyrës zyrtare dhe nuk është antar i zgjedhur i Këshillit Prokurorial, i cili zgjidhet siç jemi zgjedhur ne, antarët e tjerë të Këshillit Prokurorial përmes proceseve të votimit derisa kemi ardhur në këtë këshill. Edhe një herë faleminderit Visar për sqarimet dhe për gjithë atë që ju e theksua deri më tani. Faleminderit. Shumë se vesh edhe një fjali, faleminderit shumë. Ky është shpjeguar qartë, çu shkarkohet një antar. Fiks. Unë përmenda dispozita se si shkarkohet një antar. Nuk ju ndëgjova cilat dispozit. Unë nuk ju ndëgjova cilat dispozit flet në mënyrë të veçantë për ushtruesin e detyrës ose kryeprokurorin e shtetit. Keni parasysh, edhe ligji paraprak, edhe ligji aktual, kryeprokurori i shtetit, qoftë ai U2, është ex officio antar i Këshillit. Është ex officio. Në ka procedurë tjetër ndaj tij në raport me antar tjerë. Është e njëjta procedurë e shkarkimit sikurse e çdo antar i tjerë. Arbitrariteti nuk është e lejuar në asnjë dispozit, në asnjë ligj, në asnjë rregullore. Prandaj ju falenderoj se ju me gojën e juaj e konfirmuat në mënyrë të saktë çysh shkarkohet një antar i Këshillit. Kryeprokurori i shtetit është ex officio antar i Këshillit. Momentin kur e shkarkon për antarin e Këshillit, e ke shkarkuar edhe për ushtruesit e detyrës kryeprokurorit të shtetit. Unë pas kisha ju falenderoj shumë. Faleminderit Visar, ashtu siç është emëruar edhe është shkarkuar nga ana e këtij këshilli, kështu që është një vendim administrativ, sigurisht që do të ketë epilogun e vet. Të nderuar antar dhe pjesëmarrës, për sa i përket kësaj pike, ne tani unë do ta përfundoj sa i përket trajtimit të pikës dhe propozimit të zotit Krasniqi dhe e ftoj tani pas 5 minutave, ndoshta derisa të bashkangjitet edhe kryesuesi për të vazhduar me pika tjera të me rendin e ditës. Faleminderit shumë.